Arnori, sa i përket gjendjes fizike është mirë, është për shkak gjendjes emocionale, dihet se është i lodhur, është i mërzitur nga padrejësia që po i bëhet. Ndërsa me u maltretuar nuk është i maltretuar, sa i përket maltretimit fizike nuk ka pasur. Sjellja ka qenë korrekte, ai po e vuan ata për shkak se është u mbajt në mënyrë pa drejtë, po thotë se policinë ka thuar se ka lënë me 1 nëntor ka dhënë dorëheqje 2022-ën. Sa ky akuzohet për rastin i cili ka ndodhur në 24 shtator 2023-s. Ky s'ka të bëjë fare me atë, ka udhëtuar më herët, mirë po nuk është ndalë. Problemi është për shkak për shemb që ka punuar si polici i Kosovës. Se për asgjë tjetër. Po, dokumentacionin, të gjithë dokumentacionin kemi dorëzuar avokatit, dhe avokati ka proceduar në prokurori. Dhe institucionet tona janë angazhuar, mirë po ne kërkojmë që të angazhohen më tepër institucionet tona, po sidomos to ndërkombëtare, sepse kjo është një padrejësi e madhe që po i bëhet Arvënorit dhe shumë lëndëve të tjerë tonë që po i bëhen. Dhe ne kishim kërkuar organizatave ndërkombëtare, sidomos to për mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe ambasadave të shteteve tuaja që të reagojnë më tepër.